Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Më shkoni kështu veshur trashte. Nuk e di pse kam vesh të palkën, edhe po flas tani ndërkohë. Por do heq, se po pres të vi Andrea, se ishim për kafe, se dy shipa një makinë tjetër tani. Edhe ishim për kafe, edhe po pres të vi Andrea, për të bëj pagesën. Edhe nuk e di se ku do vemi, çfarë do bëjmë sot. Të shohim, sot jemi në javën e 38 plus 2 ditë. Edhe për një javë vjen bebushi, edhe zoti i madh, nuk më besohet akoma që për një javë, domethënë do jetë mes nesh. Kështu do ju hap sërish më vonë. Po më shikon Andrea, do ju hap sërish më vonë. Shiko, kanë ndar gjërat e Krishtlindjeve, sa bukur. Kanë dalë që kësi shpejt, po. Hej, po jo hap të mbas shumë orësh, jam këtu tek kati parë, sepse tani erdhëm në shtëpi, erdhëm në shpar, por unë isha super mega e lodhur edhe nuk e di domethënë kisha shumë dhimi shpatue edhe thjesht po rria, po bëja disa ecje, gjëra kështu, edhe tani vajt ora rreth 9 e darkës. Edhe vajta mora një porositje tek posta sepse i kisha harruar. Kisha një 3 ditë edhe domethënë është nga shenjë, kam porositur disa konfeta për bebushin, edhe që kam porosit tjetër? Kam porositur edhe disa lule nga këto të fata, duhet t'rregoj domethënë kur të vete në shtëpi. Edhe ja I kam këtu. Apo t'i hap të rregoj tani. Ose më mirë domethënë kur të vete lart, se tani po pres Andrean, sepse po gjen parkim edhe kam edhe shumë vap, nuk e di pse kam ka shumë vap. Apo lëviz edhe këtë dorën, kam shumë vap, nuk e di pse, edhe vetëm më pijnë gjëra të gazuara. Këtë është problemi, dhe kam pyrë gati një Red Bull e gjysmë paka shumë, edhe nuk e di më pjet akoma. Kjo shumë gjë e çuditshme me mua, nuk e di pse ndodh kjo gjë. Edhe tani erdhi Andrea, edhe po ngjitem lart. Tani po më shikoni ndryshe sepse u lava, edhe hoqa dhe këto vetullat, mustaqet, u bëra një rif, se isha bërë shumë keq. Edhe tani po të pak në shumë. Nuk janë shumë gjëra, 2-3 gjëra janë. Edhe vazhdo nga 12 gjyqe. Atëherë janë këto, po I hap. Atëherë janë këto kështu. Edhe këtu brenda do fusim prej tani se si janë këto. Mos kam këtu nga një gabuar. Ja si kam. Atëherë këtu do fusim konfeti brenda, do t'i marr arboshelli. Dhe tjetër sa bukur janë këto. Më pëlqejnë shumë. Po I hap me kujdes se mos I derdh. Dhe si të mora 50 sop, edhe janë kaq të bukura, se mendoja domethënë që do vinin kaq perfekte. Dhe do vendos një kështu, do ta vendos te konfeti. Kam marrë edhe të bardha, po I hap edhe këto që t'ju tregoj. Atëherë, unë po mendoja të vendosja një të bardhë edhe një blu, por do ta shoh se si do duken.
këtu kemi atëherë pa tregoj. Më pëlqen shumë se si kam dalë. Dalë shumë bukur. Atëherë sa I pas kanë gjitur. Ok, kujtë të tjetër. Atëherë, kjo është një shport që ka shumë e vogël, e përcia më të madhe, por është shumë e vogël, dhe këtu do ta vendos tek tavolina dhe do vendos konfetit këtu brenda. Është shumë e vogël. Ja, që ta shikoni dhe ju sa e vogël është. Sa një dorë, domethënë. Por kjo është shumë e lezetshme. Edhe duket bukur. Po hape edhe këto, por filmin nuk do të tregoj akoma, se janë të personalizuara. Edhe si që kam përkutur 8-10 copë. Këtu nuk e thot copë janë, por po e thot. E thot këtu që janë 8 copë. Se më të tregova dhe emrin nuk e pash. Nuk e hap dot, më asë një dëshërë. Atëherë, si do ja tregoj tani juve. Atëherë, lexo benvenuto. Edhe një zemër e vogël dhe emri I bebushit. Edhe këtu janë këto fjongot e veta që do lidhen bashkë me këto dhe do lidhen kështu bashkë. Të ja tregoj në një video si do t'i bëj. Edhe ka dalë kaq bukur, edhe janë edhe me qese, janë çdo gjë është perfekte. Nuk kam çfarë them. Nuk I prisja, domethënë kaq të bukura, kaq cilësi e mirë. Kushtuan këto, nuk kushtuan. Ishin pak a shumë njësoj si në dyqan. Edhe, por këto ja super ja vlejnë, domethënë. Këto që kanë, wow. Nuk I përrisja këto të vinë kaq të mira. Atëherë, po mbyll këto se mos na denten. Atëherë po I fut këtu. Edhe tani do vazhdoj pak me rutinën time të darkës, që do ta shikoni dhe juve se si është. Atëherë po si kisha gjithë flokët më përpara do dilja si njëri aty, por harrova. Okej, po hiq këto. Edhe tani do vazhdoj të vendos pak hidratusin se u qetësuan këto vetullat e mia edhe mustaqet. Edhe unë përdor këtë hidratusin nga Uriage. Është super, po super I mirë. Edhe ma lë shumë të hidratuar fytyrën. Edhe gushën mos e harrojmë. Atëherë, është shumë vonë, unë gjithmonë kështu bëj punët edhe
shumë gjë keqe e di, por nuk flet dot. Për arsye se më dëm shumë shpatulla edhe prandaj nuk fle gjumë. Kështu dhe tani kam për të bërë flokët me Dyson, me Dyson, edhe ndërkohë që vendos të hidratusin, i bëj edhe pak masazh fytyrës. Kam për të vendosur edhe vajin, se nuk e kam vendosur, edhe bëj 2-3 herë me këto kështu këtu, se më super relakson. Plus i bën mirë, do me thënë, edhe fytyrës. Këtë e bëj, do me thënë, kështu për natë. Tani do thënë, jo, do vi baby dhe nuk do kesh më kështu gjëra. Dhe lë Andres baby. Edhe unë do bëj rutinën time të darkës. Në mëngjes pasaj nuk e di se çfarë do bëj. Do me thënë, edhe mund ta mbaj baby në krah dhe për shembull t'ja për të pirë, edhe ta bëj këtë gjë, se nuk është se të pengon. Por më jep një super relaksim kjo, edhe prandaj bëj çdo natë. Kështu edhe tani do vazhdoj, se nuk dua ta prek shumë këtu nga që kam hequr këto vetullat, edhe prandaj. Edhe tani do vazhdoj të bëj pak barkun me vaj. Atëherë, mua më kam mbaruar vaj që unë përdorja me bajame, që mirë ishte pastile për shtatzani, edhe kam një vaj baby aty tani, se zakonisht e harrova ta blija çfarë, domethënë, edhe të po thotë dhe harrova ta blija, edhe kam këtë vaj në baby, por unë domethënë në dark përdor gjithmonë vaj, sepse ta mbaj më të hidratuar lëkurën, edhe kremin e përdor në mëngjes ato të Rilacilit, që ju kam treguar, por përdor edhe një të këto çfarë firme është. Edhe tani do bëj pak barkun me vaj, gjithmonë e fërkoj kështu që ta nxef mirë barkushin këtë. Edhe ja. Do më shani sërish që nxjerr këtë barkun kështu, por më pëlqen që ta nxjerr, edhe nuk ka as edhe një lloj gjëje të keqe që të nxjerrësh barkun. Unë mendoj se është gjë më e bukur, do me thënë në shtatzani është barku, edhe pavarësisht çdo gjë tjetër, por se më kishte komentuar dikush, do me thënë që ne i shpife me barkun. Nëse juve ju gëzdit që unë nxjerr barkun, ose kështu, mos i shikoni videot e mia, edhe prandaj. Edhe nuk e di, do me thënë se si mund t'i komentosh dikujt, një mami të re, apo femrës, do me thënë se si mund të flasin në këtë lloj mënyre, nuk e di. Edhe prandaj, unë jam shumë e habitur se si mund t'i thuash një gruaje shtatzane që na shpifim atë barkun që nxjerr ashtu. Më duket pa pik sensi, nejse. E mbaruam edhe barkun, se këmbët i bëra direkt pasi u lava, se mendova domethënë që kisha për të bërë video dhe thash që t'i hiq qafe kur i thon këmbët. Edhe tani do vazhdojmë me flokët, me produktin e parë që është pothuajse drejt fundit. Edhe po e fshi këto tepëricën që ngeli këtu. Janë farë shumë ekstra flokët, edhe duhe që t'i pres. Nuk e di pse më rritan këto fillat kështu poshtë sot. E çuditshme. Edhe unë kam për të ndryshuar këto. Komplet këto pjesën këtu të krevatit, do marrim një të re, edhe komon do marrim një të re, por ngeli. Atëherë, do përdor këto dy produkte. Dhe ju thash që do t'i bëj me Dyson flok, po ju thash. Do t'i kryf një herë. Unë përdor këtë kryerin kështu. Edhe i kam shtryrë tani flokët. Dhe prandaj do t'i bëj me këto produktet, është herë e parë që unë do t'a provoj, do me thënë se si do më mbajnë flokët nesër. Do me thënë do t'i bëj me Dyson.
Edhe do t'i lidh me këto dhe ta shoh do më mbajnë apo jo. Ta provojmë. Atëherë do përdor këtë nga Revlon edhe nuk e shtyp dot. Është super e fortë. Sepse vetëm ky më shpif, nuk e di pse ka njerë shumë të shumtuar. Ka persona që i pëlqen shumë kjo era, por mua nuk më pëlqen fare, absolutisht. Edhe prandaj e urrej. Dhe tani do përdor këtë nga Biopon që është super ekstra i mirë, është shkone që kësa paka. Edhe më duhet të riblej një të ri, si të flasë kështu me roke, më duhet të blej edhe një të ri, por do të blej një të ri që sepse nuk e di këto kohët e fundit, unë nuk e di pse harroj kaq. Është shtatzania kjo që nuk e di se çfarë është, por unë super harroj. Edhe tani marrim Dyson nuk është i imi, po ja sqaroj. Është i Elos, kunatës time, edhe ja marrë borë qëtot. Edhe tani do vazhdoj me flokët, o zot. Harrova të thosha që unë tani po bëj dhe punët, edhe... Që po thosha? Thosha që po bëj edhe punët, edhe këtu e pastrova komplet dhomën, edhe kam edhe salonin. Por do t'i bëjmë bashkë. Shpejt e shpejt, do t'i mbyllim, sepse unë rrim me fiksime, po nuk e lash shtëpi në rregull. Edhe... Unë tani do t'i bëj vetëm me këtë pjesën që është kështu për onde, në këtë të kollën. Nuk do t'i bëj me ato si forç, sepse janë të shtrira, po thuaj se flokën, edhe thjesht do t'i bëj me këtë. Edhe do thosha që nuk më dëgjoni në qoftë se ajo kjo ka kështu shumë të madhe tani. Më duhet të vetë nga dhoma tjetër të marrë një kokë të madhe që ta vendos. Okej, e mora, edhe shpresoj ne marri kjo prizë tani këtu. Ose mund ta vendos edhe këtu, po. Okej, ja ta vendos këtu, edhe jemi atë. Vazhdojmë tani nga floku. Kjo në fakt donte një fort çfarë hajt. S'ka gjë. Se harrova të thosha që do t'i bëj nga jashtë, edhe nuk do t'i bëj nga brenda. Po e sqaroj këtë gjë. Atëherë unë tani këtu do t'i kisha marrë disa pineska që t'i vendosja, por harrova. Edhe po i lë kështu, inshallah më mbajnë. Nuk dua domethënë që ta heq kështu direkt pasi e kam bërë me ajër të nxehtë, sepse nuk ma floku. E thjesht e mbaj në drejtimin me këto, si mash. Okej, dhe tani do bëj pak të këtu pjesën para, se nuk po më të fare që si duket. Dhe mbaruam me këtë dhe po i lidh pak shpejt e shpejt, se mos bien. Atëherë, ju thash pak më përpara që unë e kam provuar pra t'ju bëj me Dyson, por më mbajnë thjesht vetëm 5 minuta. Nuk më mbajnë fare. Edhe nuk e di pse. Edhe prandaj po vendos të domethënë që ta shikoj nesër se si do më rri ondja. Se kam në plan domethënë që të marr një Dyson, por nuk e di a doja blej apo jo. Edhe prandaj nuk zdi asun çfarë të bëj. Po shkoj ndërkohë andej, për arsye domethënë sepse kam pasqyrë përballë.
edhe di që do li pak i gjatë kjo video dhe duhet të nxitoj sepse duhet të bëj edhe punët. O, po nuk do të mirë këtu. Sakrificat tona të femrave. Duhet të më thënë që t'i shtrëngoj fort që të mbajnë. Prandaj të gjitha prapë. Okej, ja, mbaruam. Edhe tani do ikim të bëjmë punët e salonit. Tani do vazhdojmë me punët këtu shpejt se vajtë ora 1. Tani do vazhdoj me kuzhinën, po flas kështu se mos e vazhdoj në gjumin Andrea. Ndërkohë do ndisë edhe fshesin këtu për te kuzhina. Te shikoni këto karrigen këto. E di që më shpif shumë kjo karrigen, por e kam vendosur do me thënë sa për tani, sepse zëri shpatula. E kam vendosur sa për tani, do me thënë që të vendosë frutat, që mos t'i vendos aty lartë se më pengon kur hap derën. Edhe duhet që të bëj një raft aty poshtë, por Andrea thotë që nuk duket mirë. Po heq edhe këto henët për t'i larë, edhe po i fut në lavastovilje, se kam edhe henë të tjera brenda në lavastovilje, edhe po vazhdoj. E di që ka për dalë gjatë kjo video. Do mundohem të shkurtoj sa më shumë. Unë përfundimisht nuk bëj të video nga 20 minuta, nuk ka shans. Këto video do me thënë, me pastruar janë, për mua janë video të bukura, sepse nuk e di pëlqej shumë këto video dhe unë gjithë kohës do me thënë këto shikoj, këto youtuberat që bëjnë punët. Nuk e di do me thënë. Është mirë, është keq, por
Këto shikoj kam si terapie kur i thonë. E tani po vazhdoj me enët. Këtë tenxherën që quhet, këtë tepsin do ta lëm këtu me zgresatore. Ekstra vonë. Atëherë pecetan edhe sëngjërin edhe telin I lë jashtë gjithmonë nga që kanë shumë bakteri. Ndërsa ato pecetat I vënë në një vend të gjitha edhe domethënë I laj me 90 gradë vetëm pecetat. Edhe sa po lëvizë zot. Edhe tani do fshi kuzhinën, do laj edhe pastaj kam për të larë edhe dhomën e lepit, shkëtej edhe pastaj kam për të larë edhe banjon. Nëse një pëse I bëm për në ato, sepse rrime fiksime dhe më tonë se mos lindë edhe do ta kem shpinë dzicë. Kjo është rutina ime çdo natë. Çdo natë, pëse më gjithë e prapë. Nuk e di të më thamë, po nuk kam edhe çfarë bëj, për arsye sepse nuk I do të shtrirë. Edhe prandaj merrem me punë, mos më rëzite. Kështu tani vazhdojmë në fshim kuzhinën edhe kam për larë edhe dhomën e lepit edhe banjën si që pyetha.
komplet banjën. Edhe tani do... Që do bëj tani? Do shqetësohem pak edhe do shtrihem. Do shtrihem po e shoh mos më ka vendimin. Këtu është problemi më i madh. Edhe po e mbyll këtu videon, apo do mbyll më mirë në salon. Po e mbyll më mirë në salon se sa këtu në tualet. Vajti ora 2:10 edhe unë akoma se po të kap fytyrën në mesës ti. 2:07 minuta. Edhe ja ku erdhi fundi videos time. E di që nuk kam treguar shumë gjëra, por tregova një ditë pak a shumë normale të jetës time. Këto kohët e fundit. Edhe kjo ishte video për sot. Dhe do shihemi sërish video radhës. Tek video radhës më timi me bebe, ose jo. Besoj se jo. Ose besoj se po. Nuk e di. Të shohim. Shihemi sërish tek video radhës. So, bye! Ju falenderoj që më toqët deri tu, harva të thosha. Ju falenderoj shumë që më keni ndjekur deri tu dhe mos harroni me bëni një like edhe një subscribe, se po na vjen dhe bebushit dhe na duhen disa ndihma. Kështu, shihemi tek video radhës. So, bye! Harrova të thosha, bye dhe nga bebushi.